Diskutuar lidhur me Prime-in e mbrëmjes së dieshme, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mile. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Klevis, cilat ishin dinamikat e Prime-it të dieshëm? Dje ka qenë një Prime zjarr, ka nisur me mjaft diskutime. Tema kryesore ka qenë Rogerti, I cili ka ndezur gjithë shtëpinë që na hyrën e tij me shumë negativitet, shumë arrogancë që kam komentuar dhe më para. Rogerti dje ka vënë pikën vetes, pavarësisht zafrit të zi që I ka ardhur edhe dënimit që ai ka marrë, duke qartë azi që produksioni e ka falur edhe një herë Rogertin, duke dhënë një mundësinë që të mundohet ta gjejë veten e tij aty dhe të ketë një sjellje më tepër se normale në kundrejt banorëve dhe kundrejt lojës së tij. Kemi parë debate shumë të ashpra kundrejt tij, disa argumenta që nuk I shijojnë sa I përket malit, do të thoshja. Siç e kemi diskutuar edhe dje në intervista jonë, ka thyer shumë malin, duke hyrë pjesë tek familja e tij, por falje, me sa pash, nuk kërkoi gjatë Prime-it. Sado që Arbri ja tha qartë bukur opinionin e tij dhe të çdo gjë, ai vazhdon edhe qëndron mendimit e tij që ai nuk ka gabuar. Ne na jashtë e kuptojmë shumë mirë se çfarë po mundohet të bëjë Rogerti. Ajo që kuptojnë Rogerti është do që të ketë gjithë kundra edhe që të jetë kryefjala në shtëpi, duke qenë me negativi. Arbri ka thënë shumë bukur dje që ti e kuptoj që mund të jesh negativ, por problemi qëndron se ai ka çik probleme me mendjen e tij dhe nuk mund të analizoj mirë gjërat se çysh janë. Ai në mendjen e tij mendon sikur është as king edhe ka një plot vetbesim sa nuk arrin ta kuptoj se deri ku do arri ky person. Në zarfin e dytë që kemi parë një dënim ndaj Caseyt. Casey dje I ka ardhur fundi në Big Brother, I shumë pritur në të gjithë ne. Casey ka lënë shtëpinë dje duke mos thënë asnjë lloj fjale, duke mos argumentuar ose të justifikoj veprimet e tija më. Big Brother e kishte vendosur që duhet të largohesh dhe ka bërë zgjedhjen me të duhur. Caseyt ju dhanë një herë, 2 herë, 3 herë mundësit, nuk besoja se do mund do zjaste më tepër se aq. Fjalori dhe shprehja që ka mos kundrejt Chrisit që pame te klipi dje ka qenë shumë ekstrem, shumë I neveritshëm edhe jam shumë I lumtur që u largu ti dje. Këto ka qenë 2 temat më dinamike për si fillimi I Prime-it. Klevis, në fakt, a mundet që ti jesh gjithkohës negativ siç është Rogerti dhe ti të kesh gjithkohës shpinë kundra, po kryesore nuk është që ti të kesh shpinë kundra, se edhe mund ta kesh kundra, por a e ke publikun me vete? Mendoj se Rogerti beson sikur e ka publikun me vete në jashtë. Ky është problemi I Rogerti që nuk e ka kuptuar akoma se në të lojë nuk ka rëndësi se si ke lojtarët kundrejt teje, ai ke me vete, ai ke kundra, por rëndësi ka se si je në syrin e publikut. Rogerti nuk arrin ta kuptojë këtë gjë. Sado që opinionistët mundohen t'ja kalojnë mesazhet, edhe Ledioni po ashtu ai vazhdon qëndrimin e tij duke menduar sikur është legjenda e këtij edicioni. Shpresoj që me kalimin e ditëve ai ta kuptojë që jashtë nuk është ashtu siç ai e mendon. Tani ai dhe mbase ka në mendjen e tij që edhe mbase nuk e intereson fare opinioni publik, ai thjesht ka hyrë të bëjë atë që do të bëjë edhe të japi drejtim vetes. Mund të ketë aq logjik si njeri, mund ta ketë ndar mendjen e tij, të thojë që unë do hyj, do bëj këtë, do dal, do marr çantën dhe do iki. Se kemi parë plot llojet e tilla dhe në për Big Brother të tjera, por mund të them që Rogerti prek aty ku s'duhet. Me Malin preku familjen. Kemi parë me Mirin prek senet e tjera. Me Mateon në një bisedë që ka pasur me Brikenën, diçka që ka ndodhur gjatë javës së kalume, I ka thënë Brikenës që Mateo preferon meshkull dhe jo femra.
Domethënë kjo ishte një tjetër skandal që kanë nxjerrë për gojës të tij. Në krau tjetër kemi parë edhe duke ngacmuar shokun e DJ-in dhe shokun e mikun e afërt të Xhestit, të cilin i ka prekur temën për vllajën e Xhestit, i cili ka humbur jetën para disa muajsh në atë aksidentin tragjik. Në të çaste kuptoj qartasi që Roberti mundoi të pikat e dobët dëmtar, por në pikat e dobët e pa justifikueshme, nuk janë prekën gjatë lojës edhe lojtari në kundërshtar duhet të përgatisë me një argument. Janë gjëra që ai prek që nuk kanë bazë fare në lojë. DJ-i përpiqej t'i thoshte që të lutem mos e ceno këtë temë sepse nuk dua ta bëj këtë bisedë në publik. Nuk dua ta bisedoj me mjaft respekt kundrejt tij. Rogerti vazhdonte dhe përsëriste që mua më erdhi gjyna ndaj tij. Duhet të Rogerti është më duket si njeri komplet idiot në syrin tim dhe jo vetëm në syrin tim, po në syrin publik. Nëse hap faqen e Big Brother, nuk po merrem me rrjera ose faqe të tjera. Thjesht hyni tek faqja e Instagram në Big Brother dhe lexoni se sa herë bëhet fjalë për Rogertin. Mjafton të lexosh te publiku dhe mund të shohësh që shumë veta kanë po të njëjtin mendim për këtë gjë. Big Brotheri ja thash që ka vendosur të japë edhe një shans. Shpresoj Rogerti ta vlerësoj këtë gjë edhe ta ndryshoj pak taktikën e tij në lojë. Mund të jetë në tim me banorët, por duhet të ketë disa limite. Përveç pjesës që mund të skualifikohet, mund të humbë pjesën te loja, vijojnë pastaj edhe disa prej banorëve mund të vazhdojnë diçka me ndjekje penale, siç është familja Mali, domethënë. Familja Mali besoj se nëse dëshiron mund të ndjeki penalisht Rogertin në këtë cënim që i ka bërë Malit në javën e kaluar. Kështu që Rogerti duhet të ketë kujdes se si shprehet, se jo gjithçka është një lojë. Duhet të ketë dhe pak karakter edhe të jetë pak i ndërgjegjshëm për ato çfarë nxjerr nga goja e tij. Klevi, sa i përket raportit Brikena me Mateon, çfarë po ndodh realisht? Dje kemi parë një bisedim që kanë pasur Brikena dhe Mateon, të dy së bashku. Mateo ka shprehur sërish pëlqimin që ka ndaj Brikenës. Brikena ka këmbgulur që i ka dhënë stop kësaj lidhje dhe kësaj marrëdhënie, domethënë ja ka prerë që ti me mua nuk ke më shanse. Justifikimet më të Brikenës janë që unë njeriu kur më do e shoh të gjestet me të vogla, domethënë ti mua s'më fole, ti me mua s'ke pirë një kafe, ti me mua s'ke bërë këtë, ti me mua s'ke bërë këtë. Të them të drejtën, unë mendoj se Brikena mund të ketë një lidhje aty jashtë edhe mundohet ta nashkaloj pjesën e Mateos, por nuk do ta thoj ta largoj në atë nivel sepse shef që ka dhe interes gjitha kjo dhe është një lojë pothuajse për Brikenën dhe mundohet që ta konsideroj ta sjellë për qark që të shtyhet pak akoma edhe të gjej pretekste për të kapur Prime-in. Në krau tjetër Mateo duket tepër i sinqert në ato çfarë thot. Në ato çfarë ai flet, në ato çfarë ai ndjen, nuk e besoj se Mateo ka një lojë. Pothuajse në qoftë se Mateo kishte sikur, më fal, edhe 1% lojë, ajo do kuptohesh mjaft bukur, sepse njeriu që ka ndjenja, ka shprehje në fytyrë, kuptohet shumë qartë që është shumë realist. Edhe të them edhe diçka, nëse Mateo gënjente, Arbri më beso do të ishte shumë kundra, por përderisa Arbri e lavdëron edhe mundohet ta suportoj me opinionin e tij, kuptoj qartësi që edhe Arbri vet ka të njëjtin opinion që Mateo është tepër i sinqert dhe ka ndjenja vërtet për Brikenën. Le të shpresojmë që Brikena mund të uli pak kokë. Tashun me ato që po kuptoj në reagimet dhe në mendimet që shpreh Brikena gjatë Prime-eve dhe gjatë këtyre bisedave sa i përket Mateos, unë besoj se Brikena ka një lidhje jashtë, e cila e pret, dhe kjo mund të jetë arsyeja që ajo nuk do të vazhdojë diçka me Mateo. Mendimi im gjithmonë. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.